Zgjedhjet parlamentare të mbrojtura me 28 dhjetor 2025 u pasua nga një proces numërimi që fillimisht kaloi pa vëmendje të shtuar institucionale. Gjatë ditëve të para pas zgjedhjeve nga 29 dhjetori deri në fillim të janarit 2026, numërimi i votave për kandidat u zhvillua në qendra komunale të numërimit, në një kohë kur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ishte i përqendruar në çështje tjera politike dhe nuk ushtroi mbikëqyrje të drejtë për drejtë mbi procesin. Dyshimet e para nisën të shfaqen në fillim të janarit, konkretisht mes 4 dhe 7 janarit 2026, ku u vu në re mospërputhje të theksuara në votat e kandidatëve brenda të njëjtave lista partijake. Këto dallime të cilat nuk mund të shpjegoshin me trendet e zakonshme zgjedhore, quan në sinjalizim dhe ankesa drejtuar KQZ-s. Me 8 janar 2026, KQZ autorizoi një rinumërim testues në disa vendvotime, i cili konfirmoi se rezultatet e regjistruara nuk përputhshin me fletvotime reale. Pas këtyre gjetjeve, me 13 janar 2026, KQZ mori vendim për zgjerimin e rinumërimit në disa komuna, ndërto edhe Prizrenin. Anëtarët e KQZ-s në mbledhjen e tretë kanë vendosur për rinumërimin e 914 vendvotimeve, vetëm pasi që siç është thënë në njoftimin zyrtar të KQZ-s, sekretariati i KQZ-s ka bërë shikimin e video incizimeve të kamerave të vendosura në tavolinat e numërimit në qendrat komunale të numërimit dhe është evidentuar se ka pasur raste të mospërputhjeve të votave për kandidat. Rinumërimit që pasoj i zhvilluar mes 14 dhe 17 janarit nxori në pa manipulim të rënd gjatë numërimit të votave për kandidat, përfshirë regjistrimet e gabuara, transferim të votave brenda lista partijake dhe ndryshimet të paligjshme në rezultate. Në Prizren, këto devijime rezultuan në humbjen e konsiderueshme të votave për disa kandidat dhe ndryshuan renditje për mandatarin parlamentar. Zbulimet e rinumërimit quan edhe në reagimin e organeve të drejtësisë. Me 18 janar 2026, Prokuria Themelore në Prizren autorizoi Policinë e Kosovës të nisë hetime për manipulim të votave dhe falsifikim të rezultateve zgjedhore, duke e trajtuar këtë rast si një nga dështimet më serioze të kontrollit institucional mbi procesin zgjedhor, ndërsa hetimet pritet të përcaktojnë përgjegjësin penal për manipulimin e zbuluar.